Pas shpalljes kampion e dimri me ekipin e parë të drejtuar nga Nikolin Leka, Vllaznia e femrave regjistron të njëjtin sukses edhe me vajzat 17 vjeçare. Skuadra drejtuar nga Paula Jaku korrim një fitore të thellë duke mundur në transfer të ekipin e Ignatias 0-4. Ndeshja luajtur në Rogozhin ishte e fundit për fazën e parë të kampionatit dhe kjo fitore, e cila vinte edhe pas 3 të tjerave të mëparshme, e mban Vllaznin në kryet klasifikimit me 12 pikë duke u shpallur kampion e dimri. Serinë e golave për kuqe blu të hapi futbollistja turke e Vllaznis Ekrin Yeleri, duke shënuar në minutën e 26, ndërkohë i dyti për ngjyrat kuqe blu vjen në minutën e 35 me autore Eglisa Hardin, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet me avantazhin 2-0. Pas kthimit në fushë në fraksionin e dytë, futbollistët vendase të Ignatias bëjnë përpjekje për të rihapur takimin, por Vllaznia vijon të dominojë. Si rezultat i lojës sulmuese vjen edhe goli i tretë me autore sërish Eglisa Hardin. Por të mbyllur gjithçka në këtë sfidë, mendon Egla Hoxha që në minutën e 85 shënon golin e 4 duke bërë që në vërshëllimën përfundimtare të gjyqtares së takimit Kasa, rezultati fiksuar të jetë 0-4. Në këtë mënyrë 17 vjeçarët e Vllaznisë e mbyllin në mënyrën më të mirë 2025-ën, ku me 4 fitore në 4 ndeshje kryesojnë tabelën e klasifikimit me 12 pikë, po aq sa ka edhe Partizani rival.